bëra gati sepse do iki në një event me punën sot tek plaza, por më morën në telefon posta sepse më ka ardhur një pako nga Tamam. Tamam është një faqe që shet aksesor shumë cool, shumë të bukur dhe kontentin e bën të pastër, shumë estetik. Një faqe që unë kam porositur dhe herë të tjera, vjet kam pasur një palë vat që e adhuroja, por batëm mi humbi, po e tregoj këtu foto. Faktikisht unë porosita diçka, një unaz, por më duket se ka të gjëra të tjera brenda. Dhe ja ku është kutia. Unaza. E porosita ta vë me këtu unazat e tjera që kam treguar edhe herë tjetër. Po sot sa e bukur që ka kjo unaza. Kjo që është në shikoni. Më bie fix. Shkoj sa bukur. Ka këtë gurin kështu shumë vintage. Shumë e bukur. Nëse do ishte edhe një mas pak më e vogël, mund të ishte shumë e bukur dhe për të vendosur si unaz e dytë, po e mbaj sepse më shkon shumë me veshjen. Mirë. Shohim gjërat e tjera tani. E dini tashmë që më pëlqejnë këto me vibe vintage. Dhe e mira e këtyre aksesorëve është që nuk prishën asnjëherë. Kemi një spil. Unë nuk kam spila, po kjo që ka shumë e veçantë, shikoni me relief. Bukur. Mund të jetë shumë e këndshme edhe nëse vendos një shall edhe bën ndonjë stilim. Kjo është spila e parë që kam, kështu që faleminderit. Dhe vathet e tjera që kanë edhe këto shumë bukur dhe ndoshta mund të provoj të vendos këto. Unë faktikisht kam kohë që e ndjek faqen Tamam dhe vajza që qëndron mbrapa kësaj faqe më ndjek, madje ka qenë shumë e sjellshme sepse kur bëra një pas nga social mediat më kontaktoi për të më pyetur se si jam. Por më pas ajo që më surprizoi në pozitiv është fakti që është një mami që ka fëmijë. Dhe pavarësisht impenjimeve dim të gjithë ne që kemi një fëmijë se si është, e mbajnë faqen shumë bukur, kontentin e krijon shumë të bukur. Dhe kështu me radhë. Këto janë vathet të tjera, shikoni. Po mendoj të mbaj këto me veshjen e sotme. Sigurisht edhe unazën. Dhe kështu, unë po iki.